Allaçi 3-0 sot në fushën e Basanias. E prisnim një fitore të tillë apo ishte e përgatitur? Po sigurisht, kishim ardhur për ta fituar ndeshjen dhe arritëm qëllimin. Ndeshja ishte shumë e vlerësuar sepse kuptohet dhe të pak terrenin e vështirësoj që është e vërteta pak ndeshjen. Nuk është se kishim atë ndeshjen tonë perfekte për sa përket mbajtjes topit në zotërim, por që kuptohet edhe kundërshtari ndoshta her pas here me topa gjatë dhe në prishim pak ato planet që kishim përgatitur për ta mbajtur topin në zotërim dhe për të shkuar rrjedhshëm. Skuadra që është e vërteta tregoi forcë, ishte gjatë gjithë kohës në ekuilibër, faza mbrojtëse mendoj që shkoi më mirë, ishin mjaft të qartë dhe mjaft të shpejtë në kundërshtojnë, por kuptohet duhet jemi kujdesshëm sepse patëm edhe 2 momente që duhet të sistemojmë gjëra sa më mirë sepse kuptohet dhe kundërshtarët vinë dhe janë të organizuar dhe duhet shumë kujdes. Kuptohet, tani duhet të shikojmë ndeshjet e tjera sepse kemi objektivin përpara, kuptohet çdo hap fallse kuptohet na kushton rënd sepse duhet të jemi sa më afër me skuadrat që kanë pretendime. Shpresojmë që të rregullojmë disa gjëra që kuptohet, vazhdimësia do të tregojë edhe do të jemi më të qartë, kemi pretendimet tona për të ngjitur sa më lart, vlerësim maksimal për çdo ndeshje që vjen dhe më vjen mirë sepse lojtarët her pas here janë futur në rotacion dhe këto lojtarë që futen në rotacion gjithmonë kanë treguar vlerat. Si pjesë e parë ndoshta loja ishte deri diku e barabartë deri në momentin e golit. Nuk mund të them se kemi bërë shumë diferencë, është e vërteta, prandaj e përmenda sepse nuk është se e mbajtëm topin në menaxhim gjatë gjithë kohës, por ndoshta edhe pak terreni, ishte pak i vështirë, që është e vërteta, sepse kërcente shumë topi dhe na u bë pak i vështirë. Por kuptohet u treguam të afërt, të fortë dhe me shumë karakter. Në vendin e tretë Sopoti, dhe duket se do të jetë në garë bashkë me Shirokën e Beslidhën. Ka bërë mirë Shiroka, ka bërë mirë Beslidhja, janë dhe disa skuadra të tjera, që është e vërteta, sepse është ende herët për të folur për renditjen. Ne kemi pretendimet tona dhe shpresojmë që të arrijmë aty ku e takon Librazhi, sepse kemi pretendime për të shkuar në kategorinë e parë, por në kategorinë e parë kuptohet nuk shkohet sot, kështu që të presim dhe të kalojmë javë pas javë ndeshjet. Do të kërkoni përmes vendit të parë apo përmes play-off? Sigurisht, ne jemi të përgatitur sepse kemi bërë një investim të mirë, kemi në çdo repartë nga 2 lojtarë, organizimi është mjaft i mirë nga bashkia e qytetit dhe shpresojmë për të arritur vendin e parë, por që të shohim gjërat gradualisht. Faleminderit.